Atë moment i ku thonë, për mu kjo është hajnia din, se kesh pak i nëzirë. I quajti hojna andaj edhe duket se për pak e psoj me ndalesë të peshkimit. Peshkatari Murat Milazimi replikoi në këtë postim të Federatës së Peshkatorëve, duke kundërshtuar njoftimin për vendimin e marrë për shtrejtimin e lejes së peshkimit nga 30 në 50 euro. Këtë vendim e pas si vjedhje ndaj peshkatorëve, andaj vendosi të shkruaj në koment në rrjetin social Facebook. Kjo për mua është hajni, turp të keni. Ky koment gati sa nuk i kushtoi me ndalesë për të peshkuar, nga se nga Federata i replikuan se ja kanë hequr këtë të drejtë për shkak të këtij komenti. Ti s'merr antarësi heq për vitin 2026, masi na jena hajna, po të betona që kur s'keme marrë antarësi ti ma. Peshkatari nga Gjilani, Murat Milazimi, thot se reagimi i tij fillestar ka ardhur nga revolta, e që më pas duket se i ra pishman. Çmimi më ka dhënë pak i lartë dhe e kom dhënë koment. E kom shkruar mendimin tim. Atë moment i ku thonë, për mu kjo është hajnia din, se kesh pak i nëzirë, po ta ndërkohë të bëj analiza, thash i bëj peshkatarin Gjila me shpërgjashtarin e kom të rekat, jo që kom të po e kom zbut pak komentin. Ai tregon se më pas është kontaktuar nga kryetari i Federatës me të cilin ka diskutuar për situatën e që më pas u pajtuan mes vete. E thekson se s'ka argument për hajni e që këtë e tha nga pakënaqësia për çmimin. A ditë ka ora 23 mbrëmje, më thiri kryetari dhe diskutum na me ato dhe tha i mund të nesa me marr lejnë, ka problem. Kena diskutuar me kryetarin mbrëmje. Pa pas argumentin e jesur flet, atë, por në moment kesh pak i nëzirë dhe e adhas një koment nëse pak i ronë kon. Ai thekson se problemi mbetet çmimi. Milazimi kërkon nga peshkatorët e Gjilanit të bashkohen për të kundërshtuar këtë vendim dhe të kërkojnë kthimin e çmimit në 30 euro. Kjo nga se si sport dashës nuk kanë peshk të mjaftueshëm në komunën e tyre. Është mirë që në Gjilat më lidhë kënë nga peshkatorët, të japom një apel që më kry çmimin mbrapa 30 euro. Apo 40 tek fundit. Kjo situatë nëse nuk ndryshon sipas tij do të përgjysmohet numri i peshkatorëve në federat. Për momentin nuk ka vetëm 50 euro të tepër shtrejt, besoj se si vjet gjysma peshkatorët do të jesin pa dalë në peshkim. Se shtrejt. Pakënaqësi të ngjajshme shpreh edhe Eliot Haxhiu nga Peja, peshkator me 10 vite përvojë, i cili thotë se kjo nuk është hera parë që peshkatorët ankohen. Këto kushte, këto pakënaqësi ndaj federatës, nuk është veç ky vetë që pe i shfaqem. Normal edhe na po kem të lashet tona këto, s'po kem kushte për peshkime për ato, po të e ditë dhe situatën, në çfarë situatë është Kosova. Është një shritje çmimeve të leje enorme që nuk lejon atë luks për vendin tonë këtu ku jetojmë për Kosovë. Ai shton se nëse federatës i duhen fonde, ato nuk duhet të sigurohen duke rënduar peshkatarin, por që ato mund t'i kërkojnë nga ministria. Normal që mos të banë barën peshkatari sportist me rritjen e lejes, por që ju duhen disa financa ma tepër. Na e dim që Federata e Peshkimit nuk është e pranuar me lojrat olimpike, as nuk është në kokë, po ka drejt ministri me kërku fonde që organizat jo qeveritare e Kosovës. Haxhiu kritikon edhe mungesën e kontrollit në terren, duke thënë se peshkimi shpesh bëhet në periudhën e shumimit të peshkut, ndonse kjo ndalohet me rregullore. Po nisem prej këtyre kushteve ma thjeshta që janë, duhet kontrolla pak ma trepta me qenë për punë që ma shumë të peshkimit e na zhvillohet kur është peshkin shumim. Kur është peshkin shumim dihet atëre çfarë deficit i kem peshkimit, që duhet mu sigurisht në leje shkruan ndalesa, gjitha ndalesa që në leje, amo nuk respektohet. Një tjetër shqetësim sipas tij është edhe pabarazia sociale. Kryen veti munden mu bo disa sende se qysh janë boq ato. Nuk muj me pa të arsyeshme, jo unë, po një njeri normal që është me pa të arsyeshme, një pensioner me pagu që ka pak 120 euro mujore.
Peshkatarët ngrenë dyshime edhe për mungesë transparence financiare, duke pasur parasysh, siç thot Haxhiu, se persona që marrin parat nga peshkatarët nuk posedojnë ark fiskale. Po nuk di askush prej Kosovës tash, mos të foli për ma shumë, ndoshta një dekadë për 10 vite të mrama, kush ka pagu leje antarësisë që ka marrë kupon fiskal. Në fund, kërkesa tyre është e qartë, rishikimi i vendimit për çmimin e lejes. Peshkatarët thonë se kritikat e tyre nuk po merren parasysh nga federata dhe kërkojnë transparencë, barazi dhe kushte reale për zhvillimin e peshkimit sportiv në Kosovë. Sipas tyre, brenda federatës nuk po pranojnë edhe kritikat, nga se po tentojnë t'ia marrin lejet e peshkimit atyre që i akuzojnë. Po është formë dhe me që ty nuk du me t'jap leje, por nuk është ai kompetent për me thonë se kjo është një punë që kushdo mundet me marrë antarësinë, vetëm është i certifikuar.